Të shtyr nga ethet e mbijetesës, Tirana ka nisur një revolucion shumë të fortë, kjo për të shpëtuar sezonin 2025-2026. Por çfarë po ndodh në shtëpinë e Bardhebluve? Cili është plani për të ardhmen apo objektivat që klubi ka? Sot në Sport News kam kënaqësinë të kem të ftuar special për të diskutuar mbi gjithë këto tema me vetë drejtorin sportiv të Bardhebluve, Omer Bunjaku. Omer, përshëndetje. Mirë se vjen në Sport News. Është vërtet kënaqësi që jemi me sot. Përshëndetje dhe është kënaqësia ime të jem këtu. Omer, do doja ta nisnim pak me jetesën tënde në Tiranë, kryeqyteti i shqiptarisë. Pra si është të jetosh këtu? A je përshtatur ndo pak? Po, deri tani është gjithçka në rregull, është mirë. Tirana është qyteti i bukur dhe është qytet që më përmbush. Dhe është gjithçka okay. Nga Shkupi tek Tirana, ku është më bukur? Domethënë, ku ndihesh ti më komod? Sa po të bëj një paralelizëm, por çdohet shtëpia shtëpi dhe atje ku je rritë, ku është diçka më mirë, ke shoqëria, gjithçka, po edhe këtu e shoh si një shtëpi të dytë, pasi që kam jashtë masë shumë shok dhe po kaloj shumë mirë. Si e pritur nga ambienti i klubit të Tiranës, pra nga tifozët, a është e vështirë të jesh drejtues në këtë klub? Shiko, Tirana është një klub shumë i madh, është një presion ndoshta edhe më i madh se sa e kam pritur, pasi që e kam ditë fakt, sido që të jetë Tirana me kvalitet, tifozët dojnë vetëm fitore dhe vetëm fitore, asnjë rezultat tjetër tifozët s'do t'i kënaq, dhe ka marrë me ambicjet të plot, duke besu që atë do ja bëjmë tifozëve, pasi që e di shumë mirë, kam qenë edhe vetë tifozi Tiranës, shumë ndeshje, dhe besoj që në fund gjithë së bashku do ja dalje. Ndërkohë, fakt është që Tirana është një moment shumë të vështirë, dhe ti e ke marrë një moment shumë të vështirë Tiranën, a e mendoj një fillim të tillë? Po, është fakt që Tiranën e mora me vetë se kampionati kishte fillu. Po, është vërtet. Ishte gati. Ishte kompletuar, po themin atë, nuk ishte ekipi ndërtuar nga ju. Dhe pikërisht e disha se paka shumë do kese vështirësi. Tha me plot bindje se nuk e imagjinova se deri në atë pikë është klubi. Jo, sa i përket pjesës tjetër, ka qenë gjithçka okay, gjithçka korekte, ndoshta më mirë se në klube tjera ku kam qenë. Kemi pas ofër në çdo moment për krahjen e presidentit dhe drejtuesve, kjo që na ka bë shumë mirë të ndjehemi, dhe ishte problemi ato më herët para meje që kanë bërë, kishin e shoh shumë gabima strukturim të lojtarëve në atë mënyrë se si kanë arritë t'i marrin gjithë ata lojtarë, dhe ka qenë vështirësi duke ditë që disa lojtarë kanë pas edhe kontrata më gjatë, edhe duke ardhur ajo që mos ta dëmtojmë klubin, ta ndihmojmë klubin që kontratat ti ndopresim deri në ato momente ato që kanë qenë aty. Dhe gjatë kësaj periudhës, jashtë që kemi bërë këto përpjekje, kemi qenë me klubin, me presidentin, me gjithë së bashku atje, duke pa këto lojtarë tani që i kemi sjellë dhe duke mundu në lloj-lloj forma që t'i sjellmi. Ndërkohë, Omer, për të mbetur dhe pak tek, po themi, e shkuara e afërt e Tiranës, pas një analize, besoj sepse ju vetë keni bërë një analizë, qoftë ju personalisht, qoftë edhe me klubin, mendoni pra se problemi i Tiranës për këtë moment negativ kanë qenë ndoshta ato afrimet, vetëm ato afrimet e lojtarëve, apo kishte edhe diçka që nuk shkonte? Po, shiko, dishte, po s'dishte, çdo sukses i takon atyre, dhe çdo mos sukses i takon edhe atyre. Pa në shkalu edhe pjesën drejtuese dhe stafit teknik që ka qenë. Po ato janë aktorët kryesorë atje që janë. Dhe unë mendoj që thash edhe më herët se ka qenë një shqetësim i lojtarëve i gabum. Presidenti Alili personalisht çfarë mendon përveç faktit që tashmë ka hapur thesin pra për të bërë këto goditjet e mëdha për skuadrën e Tiranës, ti ke folur me të, ke biseduar se çfarë mendon ai për situatën që ndodhet? Presidentin Alili e kam njohur, po jo
aq mirë sa që e shoh në gjatë kësaj periudhë duke punu. Një sen e kam pa të presidentit që është një tifoz i çmendur i Tiranës, jashtë që është një president dhe po bën çdo sen që klubit kthehet atje ku i takon dhe këto momente për kraja ty nuk na ka mungu dhe besoj që edhe atë dhe gjithë tifozët tjerë në fond do t'jenë të kënaqur. Pole pak për afrimin e lojtarëve, po themi që nuk ishin, nëse do ta konsiderojmë kështu në nivelin e Tiranës, pra u larguan rreth 9 të tillë, mos gaboj, në fund të vitit 2025, pra në muajin dhjetor. Duke e marrë nga një situatë pak më një sy tjetër, po themi, atë duket një situatë normale që një klub ka i madh largojë 9 lojtarë? Është e vërtetë, pasi që futbollin e shohim çdo kohë dhe nuk shifet në çdo klub normal që është okej, nuk bëhen gjithë ato afrime, sidomos në afatin kalimtar të janarit. Duke e marrë parasysh, pasi që këtu në Shqipëri nuk ka dhe as fazë përgatitore dhe fillon direkt sezoni dhe kemi pas shumë të vështirë, pasi që jemi fut direkt në ndeshje zyrtare, disa lojtarë kanë ardhur në fillim të janarit, pasi që kanë përfunduar me kontratat deri në 30 dhjetor, atje kanë pas 31 dhjetor, dhe kanë ardhur 2-3 janar dhe ndeshjen e kupës kemi pas më zgavosh datë 10 apo 12. Po, e vërtet, edhe Gjigja nuk luajti dot ndeshjen e kupës. Gjigja edhe më vonë, ndeshja edhe më vonë dhe lojtarët nuk u njihshin dhe nuk kemi pas mundësi asnjë ndeshje miqësore ta bëjmë. Janë fut deri direkt ndeshjen zyrtare dhe shoh shumë gjëra pozitive në gjatë kësaj kohës. Janë 3 ndeshjet e para atyre. Kemi arrit 2 fitore dhe 1 barazim ndaj ndeshjes me Vorën ku çdo që tjetë barazimi. Pa diskutim është në favorin tuaj për një pikë më shumë. Ne do futemi çdo ndeshje për fitore, çdo ndeshje pasi që është situata e tillë ku neve do na duan me çdo kundërshtar na duhet vetëm fitoria. Bunjako, ndërkohë në këtë merkato e përmendëm edhe pak më përpara që keni bërë goditje shumë cilësore, lojtarë edhe të shtrejtë në vlerën e kartonit të tyre, i fundit ishte edhe Redon Gjigja. A keni ju një plan, domethënë deri në fundin e kësaj merkatoje dimri sigurisht? Paka shumë në ekipin e kemi përfundu. Kemi marrë ato lojtarë që na kanë taku. Gjatë kësaj rrugës po na del diçka që bom thomi. S'do ja falmi, presidenti është i gatshëm për çdo se. Tani do të më shpesh një kuriozitet. Si e binde Redon Gjigjan të rikthehet tek Tirana? Redon Gjigja ka qenë shumë në telefonatën e parë kur kam po si ai do vjen te Tirana. Në moment që kam ftu, ka qenë dikur muaj tetor dhe më ka thonë kështu fjalët e tyra kanë qenë drejtor, e kam vështirë t'i tham jo Tiranës, po e kam edhe më vështirë t'i tham familjes Halili jo. Edhe në atë moment e kam marrë presidentin i kam thonë Redon Gjigjen e ke lojtarin ton, shumë lehtë do e bindemi që të vjerë, edhe ashtu ka qenë. Ndërkohë, trajneri Nuhiu është shprehur përpara mediave, po themi që do të vijojmë ta përforcojmë skuadrën. Ku ka nevojë Tirana të ndërhyjë? Po, trajneri ka thonë në disa intervju që ka pas që i duhen edhe 2-3. Ne dy vetëm i kemi sjellë 2 qendërmbrojtësa që ka kërku. Njëri është Diari prej Prishtinës dhe tash Anten që i kemi sjellë prej Kluzhit. Falenderojmë edhe drejtuesit atje pasi që kemi një raport shumë të mirë dhe na kanë dhënë 6 muaj në hazim dhe jemi të bindur që do na ndihmojë shumë me përvojën e tyre dhe me kvalitetet që e ka për këtë periudhë. Ndërkohë, është thuaj se e pamundur që në lojtarë të gjesh lojtarë cilësor, se këtë e dim të gjithë, pa diskutim, nuk është si merkato e verës që është më e gjatë dhe gjërat ndryshojnë, të gjesh 2-3 lojtarë flasim cilësor dhe jo më të ndryshosh një pjesë akoma më të madhe gjysmën e ekipit ndoshta. A beson realisht se Tirana mund të ndryshoj fatet e sezonit? Po mos ta besoja s'do isha këtu. E thash, është shumë e vështirë, sidomos në janar, lojtarët me kontratë, se si do i bindemi që të largohen prej klubeve, të vinë në atë pozicion ku ishmi, po falë Zotit kemi arritën dhe mendojmë që kemi sjellë lojtarë kualitative dhe ende pse shumë herë të flasim për kualitetin e tyre, po duke i njoftën shumicën prej tyre e di që do na bëjnë shumë punë.
Ndërkohë, e keni nisur vitin me 2 fitore shumë të rëndësishme për Tiranën, përgjithashtu dhe një barazim, duke përfshirë sigurisht edhe Kupën e Shqipërisë. Pyetja që të gjithë tifozët bardhë dhe blu, por edhe ne si media për diskutim shtrojmë, a do të shpëtoj Tirana këtë sezon ose më saktë? Se unë kam përshtypjen që të gjithë themi që po, sepse është Tirana, është klubi më i titulluar në vend, por çfarë objektivi keni ju këtë sezon? Pikërisht në pozicion që ishim 9 pikë larkë për mbijetesës, ballotazhit, dhe kjo është ambicia jonë që këtë sezon të shpëtojmë dhe të shohim gjatë rrugës çfarë sjell rruga. Mirë, po ambiciat e tona janë ato. Edhe besoj që do ja dalim e shoh te grupi një atmosferë shumë të mirë, shoh grindjen e tyre dhe, si të them, shoh se ka mentalitet fitues aty. Ndërkohë, Kupa, a kthehet, po themi, në këto kushte që ndodhet Tirana në objektivin kryesor të Tiranës, po e flasim në këtë pikë të paktën për të shpëtuar sezonin në rast të mbijetoni? Kemi shumë punë për të bërë në kampionat, te Kupa, tu po, edhe tu bo. Sepse, pa diskutim është dhe përballë jush në rival, po themi, i vështirë në letër, për te i plasim me diferencën që kemi në kampionat aktualisht. Pra është Dinamo, është derbi kryeqytetit me Tirana, por në fundit kemi parë ekipe që kanë qenë duke rënë nga kategoria dhe kanë arritur edhe të fitojnë. Tirana ka fituar kupën kur ka rënë nga kategoria e fundit. Këtë zdo kemi të fatë, zdo e doja të fatë, edhe pse ma kanë thonë që je tifoze e Partizanit. Po, jo, ai fatë, më shala zdana vësërit. Unë jam tifoze me gjithë skuadrat, sepse në fundit... Jo, tu e fut në emision, ma thanë që je tifoze e Partizanit. Futbolli është shumë i bukur, pa diskutim që unë nga shkallët e stadiumit kam dalë, por unë jam tifoze me gjithë skuadrat që bëjnë futbollin shqiptar shumë të bukur, që kanë tifozët në shkallët e stadiumit, pa diskutim, sepse dhe Tirana, Partizani janë 2 nga skuadrat, po themi që kanë tifozët më të zjarrt në Shqipëri, kështu që në asnjë moment nuk do doja që të humbin një derbi në sezonin e ardhshëm, por ti më thëmbove shumë bukur këtu. Ndërkohë, dua të pyes pak, sepse pak kohë më parë bëri shumë buj, një foto e juaja me ish trajnerin e Tiranës, por edhe të Partizanit, Orges Shein, i cili së fundi ka qenë trajner në Kosovë, ka qenë edhe trajneri i fundit që solli gjithashtu titullin tek skuadra e Tiranës. A ke folur ti me të? Ka patur një mendim për situatën ku ndodhet Tirana, sepse kur ishte Shehi, përveç faktit që një sezon doli kampion, sezoni tjetër ishte shumë pranë një ndeshje i ndau. Ndoshta është ekskluzive këtu për ju, po në moment që kisha ofertë prej Tiranës, kisha edhe ofertë për klubeve tjera, atë du të atësekive dhe fotën, Orges Shein kemi punu të Ballkani. Është e vërtet, pikërisht. Atje dhe kam përfundu unë, a i ka vazhdu mbrapa meja. Atë periudhë që kemi punu, mendoj që e vlerësoj si një ndër trenerat më të mirë që kam punu, pa dyshim që kam punu dhe me trenera shumë mëdhej, me shumë sukses, Ilir Dajës të tjerë, mirë po sa i përket atë raportit që kam pas drejtor-trener, e ka qenë diçka fenomenale të Ballkani dhe jashtë asoj kam shumë mik dhe për të orë të Tirana e marrë Gesin në telefon, thash, paka shumë edhe e din të i kishin e thonë mitës, Pa tjetër, sepse futbolli është... Ma thot, po hikore, se asë një klub së diskutohet me Tirana, si do që tjetë është Tirana, dhe Gesi e do Tirana, po tani është ende me kontratë të Ballkani, ka problemet e ty me klubin, shpresoj të zgjidh, mendimin për Gesin është shumë i madh. Ndërkohë, sepse më përmendë pak që ti diskutove, kishe një farë mendimi për të marrë me Shehin për të ardhur tek Tirana, kam përshtypjen që duke qenë se ke qenë pjesë e Shkupit, Tirana, Shkupi kanë qenë gjithnjë shumë të lidhura bashkë me njëra tjetrën, e ke patur një lloj dashurie edhe për Tiranën, apo jo? Kështu që në bëses të është dashur dhe shumë kohë për të vendosur. Këtu mund të thash edhe ma herët me sa i përket mos për këtë që për të vendosur, kisha ofertë prej klubeve tjera dhe
duke diskutu me gruje, me nusen dhe shtëpia, thash ka shanse të vjerë për Tiranës. Edhe ajo duke ditën se duke ditën marrëdhënien time me tifozët fanatik, duke ditën se sa miq kemi dhe po edhe djali se sa e përcjellim Tiranën, kam marrë me djalin mosh të këtu me po Tiranën, tha po tel këtu, tha ti s'do diskutojsh as një sent tjetër, tha po do iksh. Edhe ashtu ka qenë shumë e lehtë vi. Tirana është pas Shkupit për mua është klubi që janë edhe tifozët edhe gjithçka që e ndjejmë dhe Tirana sa shikohet këtu shikohet edhe në Shkup. Njëtën e di që edhe fanatikët e përcjellin atë shumë Shkupin. Tani se më ngacmove ti pak më përpara, duhet të ngacmoj unë për të rikthyer sërish te klubi i Tiranës. Në rast se Omer Punjakut i vjen një ofertë nga Partizani, jo tani, 3 vite më vonë, 5 vite më vonë, cila është përgjigjja juaj? Cila janë përgjigjja ime shumë e thjeshtë, se që do i tham Sporit, djalit tim se si do shkoj te Partizani, është e paimagjinueshme. Pra? E din që edhe të thash djalin e kam në moshë 6 vjeçare, e din që në 2 klub asnjëherë s'do kisha punu. Tek Partizani dhe tek? Tek Vardari. Dhe Vardari. Okej, mirë, kthehemi tek Tirana. Sërish një tjetër ish futbollist i famshëm i Tiranës, Rezer Dabulla, është shprehur në një intervistë të dhënë në muajin dhjetor këtu në Sport News se Tirana ka rënë, nuk ka shpëtim, ka shumë probleme dhe shumë gjëra të tjera, ka shumë zëra kritik për të gjithë. Ti, a ke një përgjigje për të gjithë to që kanë kritikuar Tiranën deri po themi në pak kohë përpara se të ndodhte ky ndryshimi? Cila po themi pikërisht Dabullën ju që e përmenët, e mboj me si lojtar Tiranës dhe kam qenë edhe në shkallë stadiumit kur ai ka los dhe çdo mendim çdo ish lojtari i Tiranës, ish drejtorit apo çdo kush që ka dhënë diçka më të vogël për Tiranën, për mua është i shenjtë dhe e respektoj dhe i kuptoj pasi që asnjëri s'do ta shofe Tiranën këtu. Po do ishte një apel im i gjithë atyre që t'jena ma pozitiv dhe gjithë së bashku kur bëhet fjalë për Tiranën, gjithë të bashkohemi, të unifikohemi dhe ta ngrismi Tiranën aty ku e ka vende. Ndërkohë, Bunjaku, cila është dëshira apo objektivi juaj personal, po themit, në krye të Tiranës, ku dëshiron të arrishti në Shqipëri? Nuk e tham, nuk e më shefi, ka marrë trofej në Maqedoninë e Veriut, ka marrë trofejt në Kosovë, më mungon në Shqipëri, dhe do ishta më i lumtur i ta kam edhe me Tiranë. Ndërkohë, një pyetje e fundit, si do ta vlerësonit ju futbollin në Shqipëri, pra kategorinë superiore, biznes superiore, çfarë note do t'i vendosni nëse do të flisni me nota, nëse ti e ke pak më të thjeshtë për të vendosur nota? Diskutohet që është kampionat shumë i fortë, jo rastisht tabela është ashtu si është, janë gjitha aty. Nuk mundesh ta cilësosh se kjo është shumë më e fortë se të gjithë tjera dhe ta bën dallimin, ne shikojmë ka luftë. Është kampionat për mua një kampionat shumë i fortë për momentin. Meron, të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e Sport News, doroj shumë suksese ty edhe Tiranës. Faleminderit dhe shpresoj që të shihemi me ndonjë trofej për Tiranën këtu. Faleminderit shumë që ishe me ne, faleminderit dhe ju që na ndoqët, bashkë do të shihemi të hënën në orën 17:00 deri atëherë kalofshi sa më bukur.